Serbia ka vazhduar me avazin e premtimeve për punësim të serbëve pak ditë para proceseve zgjedhore në Kosovë. 4 ditë para zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit, Ministria e Shëndetësisë e Serbisë ka shpallur konkurs për 300 vende pune në institucionet paralele në Kosovë. Njoftimi është dhënë nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, derisa është bërë ditur se në proces është edhe konkursi për 50 vende pune i hapur në fillim të kësaj jave. Në këtë mënyrë do të hapen 350 vende të reja pune në sistemin shëndetësor serb në Kosovë, që do të thotë jetë përqendrimin dhe mbijetesën e popullit tonë në ato pjesë. Punësimet e reja do të përmirësojnë më tej nivelin e kujdesit shëndetësor në komunitetet serbe në Kosovë, gjë që tregon kujdesin e qartë të shtetit të Serbisë dhe presidentit Aleksandar Vučić për popullin e vet në Kosovë. Pos kësaj, punën në sistemin paralel shëndetësor sipas autoriteteve të Serbisë në gjysmën e dytë të janarit do ta fillojnë edhe 700 persona pas konkursit të zhvilluar më parë. Edhe para zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pati premtuar punësimin e 400 serbëve në institucionet paralele të shëndetësisë në Kosovë. Ndërkaq, një ditë para zgjedhjeve në Kosovë është paralajmëruar se në pikën kufitare në Jarinj do të ndahen 19 bursa për fëmijët serbë nga Kosova. Sipas njoftimit nga Komiteti për Ndihmë për Kosovën nga Banja Luka, 10 prej tyre janë siguruar me mbështetjen e Telekomit të Serbisë. Një ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u bëri thirrje serbëve të Kosovës që ta votojnë listën serbe në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Sipas tij, lista serbe është mbrojtësia e vërtetë e interesave kombëtare serbe. Ndërhyrjet e Serbisë në zgjedhjet në Kosovë janë evidentuar vazhdimisht edhe nga organizatat ndërkombëtare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pati deklaruar se kjo ndërhyrje është më e rëndë se sa ajo e Rusisë në Evropë, derisa ka kërkuar edhe reagimin e BE-s. Janë forma të cenimit